që s'ka reflektim, ose fakti që vazhdojnë jepen leje të reja, vazhdojnë me veprime që menisma për shembull që kanë gjallur pakajsi, si paketa e male për shembull, që është e dyshimt edhe është pjesë e këtij mosbesimi që kanë qytetarët ndaj veprimeve dhe premtimeve të qeverisë. Kjo tregon që nuk ka një reflektim, Rama mendon thjesht se si ta menaxhoj, ta tekaloj edhe por jo ta adresoj. Megjithatë, shpresa e tij është që të kaloj drejt integrimit evropian, të përfitoj edhe të shfrytëzoj këtë kontekst favorshëm për Shqipërinë, ku evropianët nuk janë më aq të po themi skrupuloz ose të vëmendshëm ndaj mospërmbushjeve të kritereve, sepse kanë marrë një vendim gjeopolitik për ta përshpejtuar hyrjen e Shqipërisë për arsye krejt strategjike dhe jo për shkak të përmbushjes së kritereve. Adri, i ka dhënë një mesazh politikës protesta, flas protesta kombëtare, e cila ka nisur dhe sot është në ditën e 67, po nisin dhe kanë nisur protesta të tjera në qytetet të vendit, në ato bashki që rrezikojnë të shkrihen pas kërkesës së majorancës për miratimin e reformës së re territoriale, ku përfshin shkrirjen e këtyre 15 bashkive. Ka dhënë dhe po jep frytet e veta si kjo protestë e Tiranës, e kryeqytetit në vendet në qytete të tjera dhe pastaj në drejt për drejt në politik, qoftë majtas ose djathtas, po i ka dhënë mesazhet e veta? Po unë di që ka dhënë mesazhet e veta, problemi është që a ka çuar në reflektim. Ti si e ke lexuar? Ka sjell reflektim nga politika në thelb, në tërësi, edhe referuar atyre situatave të krijuara së fundmi në 2 sesionet e fundit parlamentare, në 2 seancat e fundit, e kam fjalën ku pati konfrontime. Pra, lexon ti diçka mënyrën se si qytetarët i sulmojnë deputetët, qëndrimet e tyre në raport me ta? Mesazhi, zëri i qytetarëve është jashtëzakonisht i fortë. Dhe po ashtu edhe qeveria është mobilizuar e gjitha me strukturën, me infrastrukturën e saj që ta përballojë. Sepse asgjë është protesta se sa vlon rrjetet i internetit dhe sa vlon media ndërkombëtare. Domethënë, mbulimi mediatik i kësaj themi lëvizje qytetare është e paimagjinueshme dhe kosto reputacionale e kësaj qeverie dhe kryeministit Rama është e pallogaritshme. Por si që shpjegova, kryeministi ka një arsye objektive që përpiqet ta evitojë adresimin e problemit edhe të duket i dobët, sepse shpjegova që ajo sjell një efekt domino. Por unë e shoh që Partia Demokratike ka ndryshuar pozicionin e saj nga pozicioni i parë, ku i quante soroise dhe ku fliste haptazi pro investimit, e tani thot njerëzve me marr pjesë, por kjo ka përshtypjen është tepër vonë edhe mosbesimi ndaj tyre është i njëjtë pak a shumë siç është mosbesimi ndaj Partisë Socialiste. Po ashtu unë mendoj që ndryshimet e brendshme nuk u reflektua në një vullnet i madh për reformim, ngjelet për të parë, por mendoj që establishmenti paçka se është tronditur edhe e ka dëgjuar mesazhin, nuk ka reflektuar mbi të. Ngjelet për të parë madje, por po opozita, Partia Demokratike. Po Partia Demokratike, zoti Nurellari, çfarë ka kuptuar nga protestat? Çfarë ka reflektuar opozita nga protestat? E përmenda pak më herët që mendoj që të dyja partitë nuk kanë bërë ndryshime ose për të adresuar plotësisht shqetësimet e qytetarëve. Dakor. Do doja të ndalem pak tek situata që ka shkaktuar në fakt reforma territoriale. I kthehet zotit Rama në bumerang e gjithë kjo situatë, djegja e testerave të Partisë Socialiste në Poliçan, reagimet shumta edhe protestat të tjera, premtimi që do t'i bashkohen protestës, dorëheqje nga radhët e administratës së Partisë Socialiste. E kishte menduar zoti Rama një situatë që kjo reformë do të sillte situata të tilla dhe nesër do t'i përkthehet në një rezultat negativ? Jemi shumë afër zgjedhjeve lokale. Mendoj që e ka menduar edhe e ka qenë i vetëdijshëm dhe pikërisht prandaj ka zgjedhur që ta bëjë në gusht, sepse gushti është, si thua, më i vakët, shumica e njerëzve janë pushime, shumica e emisioneve televizive politike janë të mbyllura, një pjesë e mirë e njerëzve janë të zënë, ose duke shkuar në pushime, ose duke pritur mysafir familjar që vinë nga diaspora.
Pra, unë kam menduar, pa mendsoj unë, që e ka zgjedhur pikërisht me kalu në mënyrë unilaterale në gusht, që brenda gushtit të fikej dhe mandej kur thonë sezoni i ri politik të ishe relativisht i harruar. Që më sa duket është keq llogaritje, sepse kanë nënvlerësuar qytetarët për disa arsye objektive, qytetarët nuk janë të njëjtit. Sepse kanë mësuar rrugën e protestës, i është thyer frika, e kanë shumë qytetarë deri dje kanë menduar se kanë qenë të vetmuar në pakënaqësinë e tyre. Po kur panë që kishte 50-60 mijë qytetarë në bulevardin e Tiranës, e panë që s'ishin vetëm. Po ashtu kur panë se sa buj, beri edhe sa u trem qeveria, atëre e kuptuan që pesha e qytetarët është e fortë, dhe që është më e rëndësishme, këtu është keq llogaritje e tjetër lloj nga zoti Rama, sepse zoti Rama nuk e kupton që qytetarët e vet nuk kënaqen më vetëm me një vend pune ose me një tendër. Okej. Por tashmë qytetarët kërkojnë dinjitet, kërkojnë vlerësim, kërkojnë të përfillen, kërkojnë që të respektohet vullneti dhe në fakt që kur e quar në emrin, e kështë emrin që kryesisht quhet si reformë territoriale, ata ndjen të revoltuar që trajtojnë thjesht si numra, si tabela Exceli, si vija mbi harta, dhe jo si komunitete, si njerëz që duan të përfillen, të trajtohen, të konsiderohen. Aq më tepër kur e kam parë se si qeveria ka treguar një neglizhencë të jashtëzakonshme ndaj vullneteve ose ndaj vetëqeverisjes dhe autonomisë lokale, kemi parë se si e ka zhveshur bashkinë nga autoritetet duke marrë me KKT-n, pra duke marrë kontrollin e territorit dhe lejet e ndërtimit, planifikim urban duke marrë vetë në qendrën e Tiranë. E kemi parë se si kryeministri i ka trajtuar bashkinë si komitet ekzekutiv duke i urdhëruar të shkarkojnë drejtorët në mënyrë më arrogante të mundshme, duke shpërfillur votën që ata kishin dhënë në zgjedhje lokale. E kam parë që ndodh me zhveshjen ose thuash me paksimin dita ditës të shërbimeve që jepen në periferi. Kem parë se si janë hequr gjykatat e shumë institucionet e tjera dhe se si ka ta ndisën në një lloj ping-pongu, ku një shërbime marrin në qytet, gjykatën në një vend, hipotekën në një vend tjetër, gjendet civile në një qytet tjetër. Një kaos i vërtet. Pra se si ka parë se si centralizuar vendimarrje, ku ata kanë shumë pak ndikim, dhe kam parë se si kjo mungesa e ndikimit i ka çuar ata në neglizhencë edhe po themi në braktisje. Me thonë shikojmë investimet publike, fakti që komunat s'kan autonomi, bashkitë s'kan autonomi, ka bërë që të tëra investimet të vinë nga qendra, e tëra investimet nga qendra shkon aty ku ka interese Leverdi kryeministri, pra në ndërtime dhe turizëm. Kemi parë që investimet më të mëdha me Buzeri, ndërkohë që shumë taksapagues presin prej dekadash që të kenë rrugë të asfaltuara dhe të kenë qasje më të mirë në infrastrukturë rrugore, ku mungon totalisht. Pra kjo është shumë komplekse dhe Rama ka prekur në një tel, në një pikë neuralgjike që ai e ka ignoruar edhe ka menduar që s'ekzistonte dhe që është dinjiteti i njerëzve. Pra nuk është më çështje materiale, njerëzit kanë kërkesa postmateriale, kanë kërkesa për respekt, për përfillje, për pjesëmarrje. Nuk kënaqen vetëm me identitetin partijak ose me në një vend pune publike që mund të kenë, ata duan më shumë, duan të kenë një zë në komunitetin e tyre. Në fund të ditës për këtë po protestohet dhe po ngrihet zëri çdo ditë për ish vërtetës, edhe në protestë. Kjo reformë e re administrative territoriale ka një qëllim të qartë elektoral mes tjerave. Domethënë është një instrument, një mekanizëm për të siguruar dhe konsoliduar bashki ku Partia Socialiste, majoranca në zgjedhjet e kaluara ka fituar me një shumicë të ngushtë. Ja vendosur zgjedhjet e kaluara dhe kanë fjalën për Belç, Rogozhin, Dimal edhe Libohov. Dhe kuptohet që Partia Socialiste është e trembur që pas premtimeve të paralizuara dhe pakënaqësisë që është akumuluar rrjedhën e viteve, këto komuna, këto bashki, këto njësi vendore, po themi, nuk i ka dhënë sigurta. Po ashtu një tjetër dëshmi që kjo reformë është manipuluese. Dhe synon të përthith, të eliminojë, të zhduki njësi vendore që i ka fituar opozita, siç është për shembull Memaliaj dhe Fusharsi. Pra duket qartësi që kjo reformë, përpara se të vënë në qendër vëmendje siç do duhet ishin reformat me standarde evropiane që kanë subsidiaritetin, autonominë lokale, duhet të kishin qytetarin shihet, bindjet, vullnetet, interesat
nevojat e tij në vëmendje, duket që qartësi në vëmendje dhe si premis kanë pasur interesat elektorale të pastra të partisë shtet, sepse duket qartësi që mënyra se si është gatuar dhe se si janë shkruar harta, pra si është shkruar komunat, bashkitë, më fal, janë tipike për interes të pastër elektoral. Pra, nga njëra anë zhdukin bashki të cilat Partia Socialiste ka pasur në pikpyetje në zgjedhjet e kaluara, dhe nga ana tjetër ja heq Partisë Demokratike dy bashki të fituara 2023-shit me qëllim që ta dobësojë akoma më tepër opozitën. Pra, këtu ka një prapavit i qartë elektorale dhe është shëmtuar që në një vend që pretendon të hyjë në Bashkimin Evropian në 2026 të bëj akoma këto lloj manovrash banale elektorale që nuk janë të denja për zemrën e Evropës. Okej. 4 minutat e fundit në dispozicion.